o ju të cilët keni besuar, o ju musliman, thehuni, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Allahu të don ti nëse ti pendohesh tek Allahu. Allahu është ai i cili fal gjitha gjunahet. O Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Ate falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, Ramazani erdhi, mysafiri erdhi në familjet tona, në shtëpit tona, në xhamia tona, kaluam qaste, kaluam momente, kaluam kohë duke u munduar që të adhurojmë Allahun Azza wa Jall me adhurime të ndryshme. E lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu gjitha ibadetet tona të na i pranon. Me lejen Allahut Azza wa Jall kemi arritur në gjuman e fundit të këtij muaji të bekuar. Kanë mbetur edhe pak ditë që ne të përshëndetemi dhe ne të largohemi, apo mysafiri të largohet prej neve. Pas këtyre ditëve dhe pas këtyre netëve shtrohet pyetja për secilin prej nesh: a thua vallë e kemi arritur qëllimin? A thua vallë kemi ndryshuar? A thua vallë jemi përmirësuar? A thua jemi afruar tek Allahu Azza wa Jall? A thua janë falur gjunahet tona? A jemi pastruar në këtë muaj të pastrimit, në këtë muaj që mundësit janë të shumta që ne të dalim në ditën e Bajramit pa gjunahe, mundësi të shumta, mirësi të shumta, begati të mdhaja prej Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai i cili e agjeron Ramazanin me sinqeritet, me shpresë në shpërblimin Allahut, Allahu ia fal gjunahet e kaluara. Gjithashtu tha: ai i cili falet natën me sinqeritet, me shpresë në shpërblimin Allahut, Allahu ia fal gjunahet e kaluara. Gjithashtu tha: ai i cili falet në natën e Kadrit me sinqeritet, me shpresë në shpërblimin Allahut, Allahu ia fal gjunahet e kaluara. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duan e Gjibrilit alayhis salam: bani amin. Atëherë kur Gjibrili alayhis salam tha: i nënçmuar qoftë hunda e tij qoftë për tokë atij njeriu i cili e arrin Ramazanin, kalon Ramazani dhe nuk i falen gjunahet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: amin, kjo dua është e pranuar, është i humbur, është i dështuar. E sa i dështuar është ai njeri i cili arriti Ramazanin
ditë të tëra të këtij muaji të bekuar, net të shtrenjta dhe të mëdhaja të këtij muaji të bekuar, dhe në fund ndoshta vinë netët e fundit dhe vjen festa e Bajramit, ndërsa ky ende nuk është larguar nga gjunahet, ende nuk është pastruar nga mëkatet. Allahu Azza wa Jall na thret të gjithëve në ajete të shumta në Kur'an, duke na u drejtuar me një thirrje të madhe. Thot Allahu Azza wa Jall: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju të cilët keni besuar, o ju musliman, kthehuni, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Tha Omeri radiallahu anhu, pendimi i sinqert është njeriu të pendohet dhe mos të kthehet në ato gjunahe, apo mos të dëshiron të kthehet në ato gjunahe. E nëse sot nuk pendohemi, e nëse në këto ditë nuk largohemi nga gjunahet tona, nëse në këto ditë që dyert e xhenetit janë të hapura, dyert e xhenemit janë të mbyllura, shejtanët janë të prangosur, nëse në këto ditë nuk pendohemi, a thua vallë, kur do të pendohemi, apo presim momentin që njeriu do të pendohet, mirë po pendimi i tij nuk vlen. Kur ti vjen shpirti në fyt, apo kur ti adorzon shpirtin Allahut Azza wa Jall, e pastaj të thot edhe një herë, Rabbirji'un, o Zot, kthem edhe një herë, o Zot, kthem edhe një herë. Allahu Azza wa Jall na thret të gjithëve. Në një ajet tjetër thot Allahu Azza wa Jall: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj, o robrit e mi, që i keni kaluar kufit Allahut me gjunahe, o ju të cilët keni bo shumë gjunahe, o ju të cilët jeni ngarkuar me gjunahe të vogla dhe gjunahe të mdhaja, o ju të cilët ndoshta me qindra apo me mira her e keni thyer urdhrin e Allahut, o ju të cilët keni bo gjunahe fshehtas edhe haptas, la taqnatu min rahmetillah, mos i humni shpresat për rahmetit të Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allahu është ai i cili i fal gjitha gjunahet. Allahu e fali një njeri i cili kishte mbytur 100 vet. Allahu e fali një grua lavire e cila e kishte shit nderin e saj. Allahu fali me miliona njerëz që kanë jetuar në këtë dunja. Allahu do të na fal edhe neve, vetëm kërkohet prej neve një hap të afrohemi të Allahu Azza wa Jall, vetëm kërkohet prej neve një istighfar, një kërkim falje në Allahut Azza wa Jall, vetëm kërkohet prej neve një dua, një lutje, o Allah, mi fal gjunahet e mia, vetëm kërkohet prej neve një pik loti për gjunahet tona të kaluara. Allahu Azza wa Jall, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allahu është ai i cili i fal gjitha gjunahet, jo vetëm që ti fal Allahu Azza wa Jall gjunahet, Allahu të don ti nëse ti pendohesh tek Allahu. Tha Allahu Azza wa Jall: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata të cilët pendohen, a don të jesh nga të dashurit e Allahut, që Allahu të don ti, pendohu te Allahu për gjunahet tua. Allahu i don ata që pendohen dhe ata të cilët pastrohen. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall, Allahu gëzohet
kur robi kthehet tek Allahu Azza wa Jall. Dhe ky gëzim nuk ndodh ashtu siç tha Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullah, ky gëzim nuk ndodh. Allahu Azza wa Jall nuk gëzohet me këto lloj gëzimi ndaj neve, përveç se me pendimin ton ndaj Allahut Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu gëzohet më shumë se sa një njeri i cili është duke udhëtuar me deve në përshkretir, në te ka ushqimin, në te ka pijen, bie që të pushon pak, mirë po kur zgjot prej gjumi, e sheh që devja është larguar, e sheh që devja e tij ka ikur, e sheh nga gjitha anët, mirë po ajo ma nuk duket, ajo është e humbur. Ku do të gjenë zgjidhje? Te kush do të rikthehet? Si do ta vazhdon rrugën? Atëherë ky njeri dorëzohet dhe shtrihet për të vdekur, nga se ma nuk ka kthim mbrapa. Për të udhëtuar, për të pirë, për të ushqyer, nuk ka asnjë lloj zgjidhje, shtrihet për të vdekur, deri të vjen momenti Allahu t'i ja merr shpirtin, duke qenë i shtrirë, duke prit vdekjen, e dëgjon zanin e deves e cila është duke u kthyer. Kur e sheh deven e cila është afruar, atëherë i thot disa fjalë, thot: o Zot, ti e robi im dhe unë jam Zoti yt. I thot Allahut: o Allah, ti e robi im dhe unë jam Zoti yt. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: akhta min shiddatil farah, i gaboj edhe fjalët nga gëzimi i madh. Sa gëzohet ky njeri, Allahu Azza wa Jall gëzohet edhe më shumë nëse ne i kthehemi Allahut, kërkojmë falje, pendohemi te Allahu Azza wa Jall. Allahu gëzohet me neve. Sa janë gjunahet tona, sa janë gabimet tona, sa janë mangësitë tona në jetën tonë të përditshme, sa namaze kanë kaluar pa i falë, sa kufita Allahut i kemi thyer, sa gjuna i kemi bënde Allahut Azza wa Jall, sa herë kemi shikuar, kemi dëgjuar, kemi prekur, kemi ecur në atë që e hidhron Allahun Azza wa Jall. Të pendohemi, të pastrohemi, të kthehemi Allahut para se të bëhet vonë. E ai i cili pendohet te Allahu Azza wa Jall, tha Allahu: illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Ai i cili pendohet, beson Allahun, ban vepra të mira, jo vetëm kaq, ati Allahu gjunahet e tij i ashëndron në sevape, të këqijat e tij i ashëndron në të mira. Kështu erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: ja Rasulullah, çka mund të bëhet me një njeri i cili nuk ka lënë asnjë gjunah pa e bë? Çka mund të ndodh me një njeri? Si është gjendja atij personi i cili nuk ka lënë gjunah pa e bo? Subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: a e ke pranuar islamin? Tha: unë dëshmoj në la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Tha: pendohu te Allahu, Allahu gjunahet tua, gabimet tua do t'i shëndron në sevape, në punë të mira. Tha: wa ghadarati wa fajarati, edhe gjunahet e mia, edhe gabimet e mia, edhe shthurjet e mia, edhe krimet e mia, edhe tradhtit e mia, edhe lakmit e mia, gjitha ato gjuna që unë i kam bë, Allahu do të mi shëndron në punë të mira. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: po, Allahu do t'i shëndron në punë të mira. U gëzua ky njeri në një gëzim të madh, u largua prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu është më i madhi, Allahu është falës i madh, Allahu është mëshirues i madh. Mos u vono, nxito për të Allahu, shpejto për të Allahu, ngutu më shumë para se të vjen momenti e të jetë vonë për pendimin ton. Ta bëjmë një hap
afër Allahut, ta bëjmë një hap duke u penduar, duke u kthyer, duke u larguar nga ajo e kaluar, me shpresë që edhe pak ditë që kanë mbet dhe pak net që kanë mbet, e me shpresë që do ta arrijmë, do ta përjetojmë edhe natën e Kadrit, e që jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në natën e Kadrit, lutja më e mirë, duaja më e mirë, gjëja më e madhe që mund ta bëjmë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thoni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Të dalim në Bajram, të dalim prej Ramazani me gjunahe të falura, me gjunahe të pastruara, kjo është arritja më e madhe, kjo është fitoria më e madhe. E lusim Allahun azza wa jall, Allahu të na i fal gjunahet tona, Allahu të na i pastron gabimet tona, Allahu të na ban prej të penduarve, Allahu të na ban prej të kthierve tek Allahu azza wa jall. E lusim Allahun azza wa jall, Allahu imanin ton të na shton, Allahu në këtë din të na forcon, Allahu të na mundson që ta përfundojmë këtë muaj të bekuar, e të dalim në festën e madhe të Bajramit me gjunahe të falura e të pastruara. E lusim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.